Na menum si Ramushi e shkelzenje dhe unë nuk ekzistojnë mua ata njerëz. Unë e kisha zollën shpind, po më thot Ramushi gjuje. Unë u frigova me gjujt, me zollë, sepse që ajo Prag e ka të heton ku je dhe na mytonve. Unë dyqysh stanga i ma morë pe i krajt e ja futi vetë, do më thonë. Aty të na jënë bet, aty du si stërvina aty. Unë e kisha motiv si edhe me dek kisha shef. Besomni, ju betohem Zot, kom pas shef me dek në luft. Vet. Unë nuk e kom shu Kosovën, edhe jam stacionu në rrugovët e dojt e mi, edhe gjithmonë me mendje të Ramush Haradini ku kam bet Ramushi, se nikona nuk dishim as ko Ramushi. Qas që hap një propagande madhe, sidomos për na ju thojmë, unë personalisht ju thojmë për aty në dezertorëve që e kanë sabotu luftën, që na menum si Ramushi e shkelzenje dhe unë nuk ekzistojnë mua ata njerëz. Jënë dalë në Bjesh, jënë dalë në Shqipni, kanë thonë me shku në Shqipni, mu armatose me hi o pet, e për vetje kanë pas ata qëllime, qëfar qëllime kanë pas, së më edhe shumë u shprevis, unë e kisha zollën shpind, po më thot Ramushi gjuje, unë u frigova me gjujt, me zollë, sepse që ajo Prag e ka të heton ku je dhe na mytonve. Unë dyqysh u stanga i ma morë pe i krajt e ja futi vetë, do më thonë. Kjo është, s'podi, nuk ka shmim kjo sakrificë, që ai mrujtje mu e rrezikoj veten edhe e shkatroj atë Pragën edhe e fitum atë betejën e fshatin Gërgoc. Tash me data sak fix nuk më me ditë, se që 25-6 vjetë u kry lufta, po e kam edhe këto në për disa refime dhe do shokë që na kom bashkë, e kanë rëfy këtë sen. Aty të na jënë bet, aty du si stërvina, aty. Se po në foli pak si beka, si Shqipe, ma bëni Allah. Në udhëtim e sipër të armatosur, duke su armatim, se ajo rrugë është historia ajo rrugë. Ajo rrugë ka peshtë madhe shumë, se o ka njetike me su atë armatim të ushtartë, ko Ramushi me vllaznit e vete me ushtartë. Na krejti na ushtartë e Ramush Haradinit, edhe në atë ko. Po Ramushi kishë nevojë se na ishim një zonë pak ma të lirë, a ishtë ma ngushtë. Edhe në armatimin edhe armatimet tona që i kem pas, i kem shu, për në atë rrugë ka pas shumë sakrifica. Për shembull, një për sakrificave të mëdha ka qenë kur jena ranë në një prit të shkolla e Baranit. Aty më konë une, o konë Besnik Dreshaj, një luftar i Zotit, është edhe generali FSK-s, Selman Lajçi dëshmori i kombit, edhe një pitina Adnan Hysenin të cilin e kom shok edhe une. Na ishim, si me thonë, në balë të gjohut, ram në një prit shumë të keqe. Edhe fillum na, me qa kishim mundësi, me shpartaluat njësi, për me vazhdu rrugën me dollë pe i Baranit, me vazhdu për Jablanicat, je. Edhe aty ka pas luftimet të ashpra, pe neve nuk o vra kërkush, nuk o plagu kërkush, po komplet atë grupë që ajon konë aty, i kem shpartalu, edhe kem shpërthy, kem vazhdu rrugën për Buçan, të na pe i Buçanit, dhe ku jena shku një Jablanicë. Që ky rrefim që e ka bo Ramushi për yllin, dhe më thonë kjo konë shkollë apo fakultet për neve që nuk ka shmim. Krejt duhet me dek, plagosin me si të Shqipni. Kjo konë urdhën i prejmi Ramush Haradinit. O, krejt kena me dek, unë me juve, një i plagosën dur shkive zba me met. E kjo san do konë, para me ndoj, a i plagosën e ka Zotin edhe ty, ta shti ka pele, a bën me lonë. Dyt me dek edhe ti me të dhe mës, e kjo konë shumë o konë e zërshme, o konë, nuk dias me ta përshuve që emocioni madhë o konë, edhe fitore matë madhe se me pështu një ushtar plagosën, unë mendoj nuk ka. Edhe na i kem qitë kejtë shnë mirë, me këtë ata ushtarë, me këtë ata njerëzë, me popullë, se në u ka bashkan gjitë shumë edhe populli civil, marë me neve në Shqipni. Për rrugove, kër e nga dalë në Shqipni. Ai që e ka provu luftën, në atë kohë shumica që aty në djemve që janë betë në për Durrësa e Tirana, do më thonë, e kam pas që nuk ka kollaj burë, me të kalëzu drejtën. Po, na ishim tri, të pa martum, që thojmë na, ku rafsha, mos u rafsha, edhe unë e kisha motiv që edhe me dek kisha shef. Besomni, ju betohem Zot, kom pas shef me dek në luft, vetë. Për në shumë raste, njëna për raste vështë se në të kalzova kena beteja shumë, njëna për raste vështë
Tu I këthyt plagosërit nga Zhebeli, në mbritëm në bja planicën e vogël të Radovcit, aty u bo një betejë e madhe, edhe une me shokët mi, me një 50 shokët mi, ju bashkanxitëm sasaj piket luftimit. Aty për shambull, jënë vra 2 dëshmor të kombit, edhe jënë plagos një shok jemi që konë me mu, I Kapeshnicës, në veri cuki ju thëshim, edhe u mërzita shumë kër u plagosaj në atë gjendje, e shisha që dhëne po du mu plagosë, në hetoj praga e Sërbis, e s'na lejke as kokën me shu, edhe që aty thësha, ma mirë me degë, burse që shumë zërë me mbjetu, po Zotin animoje, a I plagosërit e qitëm në përbjeshk, e kena sitë në Rozhaj ato, e kena sitë se një pjesë ushtarëve, para me ndo, e na dufte dhe ka bjeshte, malit zi me dojnë në Rozhaj, mi shu disot plagosër. Së bëjke me kalu rrugën, tash mu lidh pej, për shambull, pej Podgurit mu lidh për Rogov, ajo rruga nuk kishtë qësh me kalu, se shumë shkije, shumë tenka, ushtria, policia, serbe, gjithka, s'mëshë me te I kalu me dollë. Ka pas rase që I kanë marë ushtarët, I kemë qitë edhe në Malzi, bjerëve. Ka shumë beteja, shumë prita që zi që shenë gjallë. Nuk di as me ta përshkru.